Dashi. Gjatë kësaj dite do përjetoni emocione kontradiktore dhe shpesh të ndodheni në situata të paqarta. Për ju të dashuruarit, sjellja juaj e ftohtë mund të shkaktojë debate të gjata me partnerin dhe nuk do arrini dot të gjeni kompromis. Megjithatë, nëse tregoheni më tolerant dhe më të kuptueshëm, marrëdhënia në çift do marrë përmirësime të dukshme. Ju beqarët do qëndroni të vetmuar sepse, përkundër ftesave, nuk do arrini të shprehni ndjenjat ashtu si duhet dhe mund të humbni raste të mira. Në punë do jeni krijues dhe të pandalshëm, duke përfunduar detyrat me përpikmëri. Për fat të keq, në planin financiar do vazhdoni të përballeni me vështirësi të njëpasnjëshme dhe nuk do dini rrugën e duhur për t'i zgjidhur ato. Demi. Sot duhet të jeni shumë të kujdesshëm, sepse disa persona do përpiqen t'ju ngrenë nervat dhe t'ju dalin përpara, duke kërkuar t'ju çeqylibrojnë. Ju të dashuruarit do silleni me shumë maturi dhe marrëdhënia në çift do jetë e qetë dhe pa tensione. Surprizat do vinë nga të dy palët dhe hap pas hapi do ndjeni të lumtur së bashku. Ju beqarët, megjithse do keni vetëm aventura kalimtare, emocionet do jenë të forta dhe do ju mbajnë të motivuar. Në punë do keni interesa të ndryshme nga kolegët dhe gjërat e bëra me diskrecion do jenë më të dobishme. Buxhetin do e mbani në kontroll gjatë gjithë kohës, prandaj nuk do hasni probleme në këtë sektor. Binjakët. Gjatë kësaj dite do jeni tejet realistë dhe i analizoni me kujdes çdo lëvizje, në mënyrë që të mos bëni gabime të rënda. Ju të dashuruarit do shijoni bashkëpunim, tolerancë dhe mirëkuptim të plotë me partnerin. Ziliqarët do mbeten pa u kuptuar. Ju beqarët nuk do preferoni asnjë lloj sakrifice për lirinë tuaj, prandaj do refuzoni oferta të pamatura dhe mund të humbni raste për një lidhje të dëshiruar. Në punë do pranohet një ftesë e rëndësishme për një projekt të ri që mund t'ua hap rrugë avancimit, ndaj mos e lini të ikë. Buxhetin do dini ta menaxhoni në mënyrë të përpikët, duke krijuar mundësi për shpenzime të mëdha pa droj. Daforia. Mundohuni të shmangni çdo lloj divergjence sot, sepse çdo mosmarrëveshje e vogël mund të shndërrohet në konflikt të madh. Nëse jeni në një lidhje, kaloni më shumë kohë me partnerin duke komunikuar hapur për gjithçka. Vetëm kështu marrëdhënia do përmirësohet dhe ardhmja do jetë e garantuar. Ju beqarët do keni takime interesante, madje mund të filloni edhe një lidhje të qëndrueshme me personin e duhur. Mos nxitoni përfundime, por lejoni që gjithçka të zhvillohet natyrshëm. Në punë, planeti Hënë do ju inkurajojë të shfrytëzoni fuqi optimiste dhe të ndërmerrni më shumë përpjekje, sepse eventualisht do arrini rezultate të shkëlqyera. Megjithatë, në planin financiar situata do jetë e trazuar, ndaj vendosni kufi dhe ushtroni kujdes me çdo shpenzim. Luani. Kjo ditë do ju kërkoj të mblidhni forcat dhe të shmangni konfliktet e panevojshme. Ju të dashuruarit do ndiheni shumë më të qetë, sepse partneri do përkujdeset për ju dhe do vendos një atmosferë ngrohtësie që do e mbajë marrëdhënien të fortë. Tregohuni bujar dhe shprehuni hapur, sepse emocionet do jenë të pasura. Ju beqarët do keni pasion të jashtëzakonshëm dhe mund të lidheni me personin e duhur, por shpirti do kërkojë kohë për të besuar plotësisht. Në punë do jeni profesional dhe çdo sfidë do jetë një mundësi për të treguar veten. Dhe të besimi do rritet dhe do dini si të siguroni suksesin afatgjat. Në planin financiar duhet të shpenzoni me maturi, sepse do lindin nevoja të papritura që mund të dobësojnë situatën. Virgjëresha. Gjatë kësaj dite do dini të shprehni ndjenjat dhe do përmirësoni marrëdhëniet me të afërmit dhe partnerin. Ju të dashuruarit do jeni tepër të përkujdesur dhe do krijoni atmosferë plot dashuri. Do ndiheni të mbushur me pozitivitet dhe do jepni shumë më tepër se sa merrni. Ju beqarët do mund të takoni personin ideal, por për të mos gabuar, ruani vëmendjen dhe analizoni çdo sinjal me kujdes. Në punë konkurenca do jetë e fortë, por përmes përpjekjeve dhe përpikmërisë do arrini rezultate madhështore. Do keni mundësi për promovim, prandaj ndryshoni ritmin dhe punoni me përkushtim maksimal. Për financat duket se do jetë periudhë qëndrueshmërie. Investimet e vogla do sjellin dopaminë dhe ardhmja do duket më e qartë. Peshoria. Gjatë kësaj dite do jeni gjenial dhe të paritshëm. Çdo gjë që keni dashur do mund të arrini pa shumë mundim. Fal Venusit, jeta juaj në çift nuk do jetë as pak e trishtuar. Në pjesën më të madhe të kohës do bëni gjithçka sipas dëshirës dhe emocionet do shumë fishohen. Për ju që jeni ende beqar, dashuria me shikim të parë mund t'ju prekë në momentin më të papritur dhe gjithçka do ndryshojë një herë e mirë. Në punë do keni nevojë të qëndroni pak më gjatë për të finalizuar detyrat e mbetura, por besoni se përpjekja do shpërblehet. Në planin financiar duhet të jeni gati të rrezikoni pak për ta stabilizuar gjendjen dhe mos mburoni të bëni investime të kujdesshme.
Akripi. Planetët nuk do ju ndihmojnë pozitivisht sot dhe do jeni më të ftohtë nga zakonisht. Në shumë momente do ndiheni të humbur dhe nuk do dini se si të silleni. Për jetën në çift, sot nuk do ndodhin gjëra të rëndësishme, veç dëshirës për intimitet, zemra nuk do ngrohet sa duhet. Ju beqarët nuk do ndiheni gati të hedhni hapin drejt një lidhjeje të re, do preferoni miqësinë dhe shoqërinë e lehtë, pa përgjegjësi. Në punë do keni performanca të mira, por duke vepruar ngadalë. Edhe pse kolegët mund të qeshin me vonesat tuaja, shefat do e vlerësojnë sakrificën kur të arrini rezultatet. Buxheti do përmirësohet fal një trashëgimie të papritur nga familjarët, por keni ende nevojë të shpenzoni me maturi. Shigjetari. Mundohuni të shmangni provokimet sot dhe mos u nxitoni, sepse gjërat nuk do I keni në avantazhin tuaj. Ju të dashuruarit do përjetoni një ditë plot intensitet. Zemra do rrah fort dhe buzëqeshja nuk do ju largohet gjatë gjithë kohës. Megjithatë, kujdes me fjalët, sepse diskutimet mund të përshkallëzohen lehtësisht. Ju beqarët do keni shumë takime, po secili do ju duket me të meta dhe asnjë nuk do ju bind të hidhni hapa drejt një lidhjeje. Në punë do keni ide të mira, por do duhet të mos e tërhiqni vëmendjen tek vetja, sepse rivalët janë të gatshëm t'ua sabotojnë planin. Në planin financiar, jetë nuk do jenë të favorshëm, ndaj shmangni çdo lloj blerjeje impulsive dhe kurseni sa të mundeni. Britsjapi. Gjatë kësaj dite do keni nevojë për shumë vullnet dhe durim për të përballuar çdo pengesë. Ju të dashuruarit, tregoni tolerancë, sepse partneri mund të ketë brenda që ende nuk I keni zbuluar. Konfliktet do vinë nga mosmarrëveshje të papritura, prandaj kujdesuni të komunikoni hapur. Ju beqarët do ndiqni më shumë arsyen se pasionin dhe mund të humbisni rastet e bukura për dashuri. Në punë do përballeni me sfida të vështira, por këmbëngulja dhe përkushtimi do ju bëjnë të mahnitni edhe kolegët. Arsyeja dhe diplomacia janë aleatët tuaj më të mirë, zgjidhini vështirësi pa tension. Buxheti nuk do jetë në gjendjen më të mirë, ndaj rezervoni shpenzime vetëm për nevojat më të domosdoshme. Ujori. Gjatë kësaj dite, mbështetja e Marsit dhe Mërkurit do ju sjellë jetë të re. Nëse jeni në një lidhje, marrëdhënia do lulëzoj, do ndiheni të përkrahur dhe do ndani ëndra për të ardhmen. Shtyeni çdo angazhim profesional në pasdite, sepse partneri ka nevojë për vëmendjen tuaj sot. Ju beqarët do keni takime të papritura, të cilat mund t'ju çojnë drejt hapave serioz, por mos nxitoni pa menduar mirë. Në punë do jeni shumë të zellshëm, por ndërkohë do reflektoni për nisjen e një projekti krijues që do ju ngjall entuziazëm të madh. Buxheti do qëndrojë I qëndrueshëm, për sa kohë mos u tundoni të shpenzoni për diçka të parëndësishme. Peshqit. Mars dhe Jupiter do krijojnë tension në një pjesë të ditës, prandaj duhet të tregoheni të matur dhe të shmangni polemikat. Nëse keni një lidhje, toleranca dhe durimi do jenë çelësi për të ruajtur harmoninë. Aftësitë tuaja shpirtërore dhe intuicioni do ju ndihmojnë të kuptoni brendat e partnerit, ndaj keni kujdes me atë që flisni. Ju beqarët do arrini të tërheqë vëmendje fal natyrës së ëmbël dhe komunikimit pa komplekse, por vërtetësinë e ndjenjave duhet ta tregoni me kohë. Në punë do keni ide të fuqishme, por balansoni kreativitetin me realizmin. Në këtë mënyrë do arrini rezultate të shkëlqyera. Financat do përmirësohen fal një projekti të vogël bonus apo një shpërblimi që do merrni për angazhimin.